Përshëndetje dhe mirë se gjejmë shikues të nderuar me emisionin e sonte Pro Vita të drejt për drejt. Ne sonte bashkë me të ftuarin ton, primarius Dr. Asim Musa, kirurg urolog, vendosëm që të flasim për një temë që ka të bëj me tumoret në prostat, por gjithashtu edhe në veshke, por edhe me edhe për ca metodat të reja të cilat vetë Dr. Musa ka filluar të implementoj, por jashtë klinikës universitare të urologjisë, që do thot në disa spitale tjera ose jashtë vendit. Për atë se çfarë krejt do flasim sonte, normal juftoj që të qëndroni dhe të na ndiqni, e ne fillimisht do ju përkujtojmë edhe njerë se si është gjendja momentale me problemet e prostatës tek meshkujt. Ne dim se smundjet e prostatës dikur thonim se i takojnë moshës së tretë, por fatkeqësisht tani më me këto lloj probleme kanë ose prekën edhe meshkujt në moshë më të re. Por në fakt se çfarë krej do flasim, të thotë duhet të qëndroni dhe të na ndiqni. Doktor Musa, fillimisht ju faleminderit që erdhët sot në Pro Vita, ndonëse është festë, por ja që ju erdhët dhe nuk na lat pa realizuar edhe këtë emision. Mirë mbrëma ju, mirë mbrëma dhe teleshikuesve. Është kënaqësi gjithmonë të jemi në studio, të kontribuojmë sa do pak edhe nëpërmjet studios për mirëqenien dhe ruajtjen e shëndetit të qytetarëve. Po. Le të filloj me atë se tashmë një muaj e ca javë ndoshta morët titullin primarius. Çfarë do të thotë kjo për ju dhe pak një shpjegim të detajzuar rreth asaj se çfarë krejt po bëni për momentin. Primarius është një titull të cilën e jep Ministria e Shëndetësisë, gjithsesi një komision i veçantë pranë Ministrisë së Shëndetësisë, si mirënjohje për kontributin jetësor profesional në shëndetësi. Pra, gjatë veprimtarisë jetësore, duke kontribuar dhe duke aplikuar në metoda ose punime, duke avancuar shërbimet shëndetësore në institucionin ku punon, dhe institucionet shëndetësore, gjithsesi Ministria bën vlerësime dhe në momente të caktuara, individëve të caktuar, mjekëve të caktuar, pra u jep mirënjohje, gjithsesi u jep titullin primarius. Është një titull i cili jepet në shumë shtete në Evropë, për shembull në Maqedoni, në këto shtetet përreth nesh, në Serbi, Kroaci, në Austri dhe kështu me radhë. Doktor, shkoj me metodën më të re të cilën ju e aplikuat në spitalin special të nefrologjisë në Struk, sepse kjo metodë është bërë vetëm në klinikën universitare. Tani ju mundsua do të thotë që edhe qytetarët e asajane që shtrihen aty të trajtohen me këtë metodë. Na flitni pak për këtë para se të ndalemi detajisht rreth asaj se çfarë janë këto probleme. Po një kontribut i veçantë, pa njëri nga kontributet, më thonë që Çua solli këtë titull? Po, është pikërisht aplikimi i metodave të cilat bëhen në klinikë dhe të cilat pastaj duhet dhe është e nevojshme të aplikohen edhe në institucione tjera shëndetësore në periferi. Njëra prej tyre ishte biopsia e prostatës, e cila në vitin 2013, 2014, 2015 fillet aplikoheshte në klinik, vetëm në klinik, pra, kurse në periferi në institucionet tjera shëndetësore nuk bëhe. Me iniciativën tim, unë dhe kolegë të tjerë nga Spitali Special për Nefrologji në Struk, në marrëveshje me kolegët në klinik, pas disa ditë edukimi, filluam dhe e aplikuam për herë të parë pra biopsionin e prostatës edhe në Spitalin për Nefrologji në Struk, në vitin 2016. Me këtë u lehtësuam qytetarëve të cilët nuk kishin më nevojë që të vinë prej atje në Shkup. Po, se është edhe harxhime, është edhe lodhje, pastaj duhet edhe shoqërues, se pacientë cilët i bëjnë këto ekzaminime zakonisht janë në moshë, dhe kanë nevojë edhe për shoqërues, dhe gjitha këto harxhime, gjitha këto mundime u lehtësuam qytetarëve
Strugës në radhë parë, po edhe qytetarëve rreth më gjerë, pra, nga Ohri, nga Dibra, Kërçova dhe kështu me radhë, akoma, pra, vazhdojnë kolektat e bëjnë. Tash në mënyrë vetanaka, po jo të me thënë, pa juve si mentor dhe ekipin e juaj që i kishit bashkë, po. Gjithashtu, kemi edhe njërësi sa i përket punës e juaj, se ndikuat në sjedhen e një metode, du të them, edhe pse ajo metode, tham, gjithë një në klinikën urologjike këtu të ne, universitare bëhet, apo jo, por ndërhyren e parë laparoskopike në fushën e urologjisë, vët ku? Edhe detajisht se tani nuk jam mjek, apo jo, është rënd pak të flasim për gjitha këto tema që janë kaq, dhe me thënë, probleme dhe me rëndësi për shikuesit ta, po do ju lejuve normal, se ju e një eksperti kësaj fushë. Po, ndërhyrjet laparoskopike në klinikë kanë filluar në vitin 2000, 2001, 2002, 2003, kurse unë në vitin 2003 fillova me specializim në klinikë, dhe si entuziast i atëshëm, dhe më thëmë pasi mbarova specializimin, më thëmë në bashkëpunim me kolegë, me që edhe në spitalin ku punoja ishin aparatet e para të prodhura laparoskopike, të cilet i posedon të ai spital, kuptohet me disa elementet të vogla që mungonin, në si entuziast i ri kisha vullnet, po gjithmonë me bashkëpunim edhe me profesorët nga klinika, filluam për e të parë, pra edhe ndërhyrjen laparoskopike në struk, pikërisht për në spitalin për cilën folëm. Kjo ishte në vitin 2008, bëm ndërhyrjen e parë në lëmin e urologjisë, pra në spitalin nefrologjisë. Në atë rast bëm një varikocelektomi, bëm 3 varikocelektomia dhe disa holecistektomia. Por fatkeqësisht këtu ngele, nuk ishte me kuptim nga ekipi menaxhues për vazhdimin e matutjet të këtyre ndërhyrjeve, të cilat ishin në atë kohë ishin disi të pa imagjinueshme që të bëhen, domethënë në një spital të atij niveli, dhe ngelem aty, përpos 3-4... Pasi keni ngel aty, çka do bëni tani? A do e rifilloni sërish këtë iniciativë? Po në qoftë se ka vullnet të mirë, në qoftë se ka vullnet të mirë. Se jo rastisht po e përmendni këtë, përderisa nëse mundet, pse jo? Po, tani... A jeni ende me atë entuziazëm? A keni ende atë vullnet që të mundoheni pak më tepër, të insistoni pak më tepër, sepse... Po, absolutisht po. Moti ka qenë kjo punë. Edhe pse ka kolegë cilët kanë avancu dukshëm shumë më mirë e punojnë këtë metodë, në qoftë se ata kolegët atje kanë vullnet të mirë, shprehin vullnet të mirë, ne jemi të gatshëm të vazhdojmë dhe të aplikohet kjo metodë bashkohore, e cila po thuhet tani në nivelet në institucionet evropiane, është përditshmëri, edhe në klinikën tonë është përditshmëri, më thonë kështu që ne nisëm, doktor, me këto 2 tema për të theksuar rëndësinë, do me thënë që të implementohen, të vazhdojnë dhe të punohen edhe në struk, sepse atje kemi një spital special ku besa edhe prej Shkupi e prej mbar Maqedonisë qëndrojnë aty, apo jo me javë të tëra pacientët. Po, kjo është vërtet, në pjesën e nefrologjisë po, është e saktë, dhe vërtet, më thonë, për këtë është edhe i njohur spitali, ka një traditë të mirë në këtë drejtim, edhe shërbimet janë të nivelit pothuajse të barabartë me ato të klinikës, pra që në kohën e ish Jugosllavisë si institucion, ka vazhduar ajo traditë. Është mirë siç theksuat edhe ju, paralelisht pa të zhvillohet edhe pjesa e urologjisë të avancojë në këtë drejtim, sikurse është pjesa e nefrologjisë. Që atë do të shkarkohet edhe rëmuja që është në klinikën universitare të urologjisë dhe nefrologjisë bashkërisht, se janë këto 2 dek ku pak disi shumë radhë mund t'i ndajnë. Po, kjo është njëra nga benefitet, me thonë, e këtyre metodave të reja që mund ta kenë qytetarët në strungë dhe rrethin. Krahas benefiteve të tjera, si ndërhyrja është jo invazive, më pak invazive, dhe trajtimi zgjat më pak në spital dhe kështu me radhë. Po është edhe një lehtësim për klinikën, domethënë që do shkarkohet nga një pjesë e konsiderueshme e pacientëve, domethënë.
Po gjithmonë varet nga ekipi menaxhues. Definitivisht po varet ndonjëherë edhe duhet dikush apo vetëm kërrej një iniciativë dhe të jetë pak më këmbgulës apo jo. Po kemi filluar, kemi bërë një kërkesë për angazhim atje, domethënë për të ofruar këto shërbime në spitalin. Është në procedurë. Nëse kemi edhe diçka të shtoni rreth spitalit special në Struk, prej ku edhe ju apo jeni, por megjithatë ju jeni këtu, domethënë i punësuar në klinikën universitare në Shkup, që do të thotë që të kthehemi pastaj këtu. Po kjo është ideja, ra fjala pikërisht për kontributin dhe titullin primarius, domethënë që jepet, si tham, duke plotësuar disa kushte, por para së gjithash si kontribut jetësor në profesion. Për ne cekem, domethënë, 2-3 gjëra të cilat, domethënë, ishin të rëndësishme për atyre që janë kompetent, që ndoshta eventualisht punojnë në këtë drejtim, që të avansohet edhe ky institucion në Struk, pse jo, mbase kushtet, siç po thoni, janë apo jo, vetëm duhet pak vullnet i atyre përgjegjësve të këtij sektori të rëndësishëm të shëndetësisë. Kthehemi në klinikën universitare të smundjeve të urologjisë, por pa haruar këtë të prekim pakës më vonë edhe problemet me tumoret në veshka, sepse edhe urologët janë ata, kirurgët, të cilët i trajtojnë në mënyrë kirurgjikale problemet e veshkave. Si është gjendja momentale me prostatën tek meshkujt, problemet më të shpeshta? Po. Kemi shumë pacient apo jo, edhe fatkeqësisht nëse nuk ka bëj statistikat thonë se edhe mosha më e re tashmë veç po preket. Po, pra tumorët e prostatës, gjithë karcinomi i prostatës është një nga tumorët më të shpeshta. Thonë është për nga përfaqësimi është i dyti nga tumorët në përgjithësi, pas tumorëve të mushkrive, kurse të meshkujt është tumori i parë në organet mashkullore. Zakonisht paraqitet pas moshës 50 vjeçare, zakonisht pa themi 5-7%, domethënë e tumorëve janë ndër moshën 50 vjeçare, kurse pjesa tjetër, domethënë e përfaqësimit, domethënë të këtyre është mbas moshës 50 vjeçare. Një moshuar me për 70 vjeçar, dikun ka 50% gjasa me pas karcinom të prostatës, edhe kështu me rast, duke avancuar me moshë, rritet edhe probabiliteti për pas karcinom të prostatës. Një 80 vjeçar i ka 80%, 90 vjeçari i ka 90%, domethënë probabilitet nëse bëjmë ekzaminime për gjetur qeliza malinje, kurse te 100 vjeçari 100%. Por ajo që është më do të ndalemi neve, se kjo është pika që na dhem më tepër apo jo. Problemi sepse kemi sipas statistikave edhe madje fatkeqësisht edhe 25 vjeç, 22 vjeç mund të diagnostikohen çfarë po ndodh. Po. Tani raste ekstreme ka gjithmonë, domethënë në mjeksi edhe për të keq, po edhe për mirë, domethënë. Unë gjatë kohës kur isha në specializim 2004-2005 hasëm një djalë i ri me në moshë ishte 90 vjeçar, për fat keq i diagnostikuar me karcinom të prostatës, që ishte një befasi, domethënë. Edhe akoma është, domethënë që shumë rrallë është, po ja që ndodh, përshkruhet në literaturë. Po në përgjithësi, pra përfaqësimi pas më herët se mosha 50 vjeçare është e vogël, 5%. Atëherë shkojmë me Po do të them, duhet më rëndësi me thënë, edhe pse kur cekem parë që është tumori numër 1 domethënë të meshkujt. Përmendim një thënie të një kolegu i cili thotë, domethënë, kur ka parasysh që si tumor, si lloj tumori avancon ngadalë, zhvillohet ngadalë, dhe ai thotë si satisfaksion për pacientët, thotë edhe pse pacientët kanë për një përqindje të lartë me tumor të prostatës, thotë ata pacientë vdesin me tumor të prostatës, po jo nga tumori i prostatës. Domethënë shumë pacientë pra kanë tumor të prostatës, po nuk vdesin nga tumori i prostatës. Atëherë shkojmë thotë, domethënë pacienti është në moshë, ka edhe smundje tjera,
ka edhe tumor të prostatës, por zhvillimi shkon ngadalë, edhe mjekimi e bën të vetën, kështu që pacienti mund të vdesë nga shkaqe të tjera, edhe pse ka karcinom të prostatës, por jo nga. Po se ne kemi edhe beninge apo jo lloje edhe jo, flasim tani për ato malinja. Për malinjet, po. Atër shkojmë me disa herë në Provita kemi trajtuar, por mendoj se nuk është asnjëherë mjaftueshme të trajtohet kjo temë, sepse ende akoma nuk kanë arritur, domethënë, gjënia mashkullore që aq lehtë vendos që të bën një kontroll parandaluese. Kur duhet bëhet një kontroll parandaluese, sepse më veç, domethënë, gjënia femërore më veç është vedisuar dhe me të vërtetë i bën kontrollat pjesa dërmuese me rregull, ato që janë ginekologjike, për të parandaluar ta zëm kancerin në qafën e mitës. Përderisa te meshkujt, vetëm si duket kur vinë në një fazë kur më veç është më e avancuar, atëherë më mërmendja shkojnë në urolog. Po, është konstatim i sakt në këtë drejtim, meshkut figurativisht, kanë qenë të lënë mbrapa, por jo nga faji i palës tjetër, gjinis tjetër, nga është faji i institucioneve, të cilët pak më vonë kanë filluar të alarmojnë për domethënien dhe rëndësinë që ka zbulimi, diagnostikimi, në fakt në radhë parë përfaqësimi, shpërndarja e tumorit të prostatës, dhe pastaj edhe alarmimi gjithsesi vetëdijsimi për diagnostikimin e hershëm dhe rëndësinë që ka diagnostifikimi i hershëm. A jeni i mendimit, doktor, se kishte me qenë rregull nëse në sistemi shëndetësor do të veproj ashtu siç po vepron tani me gjinin femërore, i dërgon ftesat mbi 40 vjeç femrave grave për një kontroll mamografike falas me termin të caktuar. A ka gjasa të filloj një iniciative ti, ose a kishte me qenë rregull nëse fillojmë domethënë ti ftojnë meshkujt në një moshë të caktuar, që tua përkujtoni se duhet domethënë një kontroll parandaluese preventive për diagnostikim të hershëm, sepse tumori në prostat definitivisht trajtohet dhe shërohet nëse kapet në fazën fillestare. Po. Unë personalisht po, por ajo që do kisha, kjo do varet më shumë nga qëndrimet, domethënë, që kanë institucionet përkatëse në urologji, shoqata e urologëve, takime të ndryshme mes urologëve. Ti nuk di që ka një iniciativë, nuk kam dëgjuar. Ajo që unë kam propozuar dhe insistoj të propozoj është që tumor markeri i prostatës të vendoset në listën e ekzaminimeve që bën, domethënë kur japim një uzim laboratorik për ku jenë gjitha të thjeshta të analizat, pasqyra e gjakut, glikemia, si për fjala vjen, aty të futet si rregull gjithmonë edhe ekzaminimi i tumor markerit të PSA-s te pacientët, më thonë, mbi 40 vjeçar. Tjetë e patjetërsueshme edhe sepse shpesh herë te mjeku familjar, pse jo një uzim, sikur që i kemi domethënë analiza që bëjmë një kolesterol, një yndyrë, diabetin, pse mos futet edhe kjo? Atë desha të them. Pra të futet kjo spakur fillimisht kjo le të futet, kurse pastaj edhe ajo që thatë ju, domethënë në kategorive të caktuara të personave me një rrezikshmëri më të lartë për karcinom të prostatës, pa ata që kanë anamnesë familjare, aty domethënë do të ishte mirë që të çohet ftesa, domethënë të ftohet ftesa në mënyrë që të eventualisht të zbulohet në kohë. Sa në fakt vetëm me tumor markerin me PSA, nivelin e PSA-s në gjak, mund të diagnostikohet sakt se kemi të bëjmë me tumor. Po është një tumor. Edhe a mund të na tregoni vlerën, doktor? Po, është një tumor markeret të cilët ne e përdorim shpesh dhe e kemi si pikë referuese prandaj për vazhduar po me ekzaminimet matutishme, pra ta të folim diçka edhe për këtë. Është një tumor marker që e sekreton vetëm prostata, pra indi i prostatës, nuk është specifik shumë në kuptimin që po u rrit edhe sigurisht është
karcinom, jo në adetim, por është një tregus kryesor, sinjali, i parë, i cili na jep pastaj udhëzime dhe në cilë krahje të vazhdojmë me ekzaminimet. Pra, vlera normale e këtij markeri sillet nga 0 deri në 4. Pastaj me kalimin e moshës, pas moshës 60-65, mund të rritet, me që edhe prostata si organ rritet, mund të rritet të shkojë 4.5, 5 deri në 6, fjala vjen në 7-5 vjeçar, por kufiri i thamë është 4. Ke këta persona mbi 7-5 vjet mundet edhe të kalojë të vjen në 6, 6.5, 7 dhe mos ketë karcinom, për shkak të rritjes edhe të masës së prostatës, por gjithmonë duhet kemi kujdes që duhet bëjmë edhe ekzaminime të tjera për të eliminuar që nuk ka. Fjala vjen ekzamime digitorektal, echo kontroll, pastaj edhe rezonancë magnetike dhe kështu me radhë bëjmë një grumbullim të dhënave dhe pastaj vendosim edhe për biopsi prostatës. Kurse të pacient me moshë më të re, pra që janë më herë se 50 vjet dhe kur kemi një PSA më të rritur, duhet të jemi të kujdesshëm. Duhet të çojmë procedurën e ekzaminimit deri në fund me qëllim që të eliminojmë karcinom në prostatës. Duhet të themi që jo çdo rritje e tumor markerit të prostatës do të thotë edhe karcinom të prostatës. Kjo rritet ky marker me që sekretohet nga gjëndat e prostatës, rritet edhe gjatë infeksioneve të prostatës. Për shkak të inflamacionit, të gjëndrave, rritet në nivel i këtij tumor markeri. Atëherë pacienti jep dhona për të cilat nuk kanë të bëjnë me simptomet e prostatës. Përmendet simptomet. A mund t'i përkujtoni shikuesit ata që na ndjekin, cilat janë ato simptome, cilat kur t'i vërejnë, domethënë, duhet shkojnë te mjeku. Kjo një të themi kur ka rritje, domethënë, një është kur sistem kur ka një ndezje, inflamacion të prostatës. Sidomos të moshatar më të rinj ndër 50 vjet, ndër 60 vjet. Pastaj edhe mund të rritet për shkak të ngacmimeve fizike. Në ç'kuptim, pra të pacientë cilët kanë vështirësi në urinim kur vendojmë katetera, ose ndonjë lëndim tjetër fizik, nëse bëjmë ekzaminimin, pastaj në gjak na del që PSA-ja është e rritur. Por kur vërejmë një nivel të tillë të PSA-s, ne pacientin e pyesim, domethënë, ai ka këto elemente apo jo, këto simptoma apo jo, dhe duke eliminuar këta pastaj përqendrohemi në ekzaminimet e tjera, vazhdojmë me ekzaminimet e tjera për të eliminuar plotësisht, gjithsesi për të diagnostifikuar ose verifikuar që është karcinom i prostatës. Përmenden shpesh herë simptomet të tipit urinimi shpesh, ndërprerje gjatë urinimit, urnoni doktor? Tash simptomet simptomet janë shumë të ngjashme edhe me gjatë rritjes benigje të prostatës. Po ka me ndryshime, me një anamnezë të mirë, domethënë mund të bëjmë ndryshimin, pra simptomet e para fatkeqësisht kur smundja është me një stad pak më të avancuar, janë urinimi i vështirësuar, urinim me ndërprerje, i shpeshtuar, ndonjëherë edhe me gjak, urinim me gjak, pastaj dhimbje duhet ketë me gjak. Dhimbja është si simptom që paratitet pastaj edhe me një stadium akoma më të avancuar, urinim të dhimbshëm, dhimbje e belit dhe kështu me radhë. Pastaj kur është edhe akoma më e avancuar, dhimbje të belit për shkak se karcinomi i prostatës metastazon në eshtër. Ndodh shpesh që të përfundon me metastazë? Edhe në cilat raste? Po në raste nëse nuk trajtohet me kohë, nëse nuk diagnostifikohet me kohë, nëse nuk ekzaminohet, domethënë mirë, zbulohet në një stadium më të avancuar,
Ka raste kur na vinë pacientë na vinë në atë fazë kur me për shkak të dhimbjeve të belit, mezit dhe të eshtrave. Dhe kur bëjmë ekzaminimet të madotjesh me fatkeqësisht shohim që janë shkaktarë është në metastazat e të karcinomit prostatës. Shpesher ka persona të cilët ndoshta vetëm një eho e bëjnë, një ultrazë dhe thonë që jam në rregull. Mund të jetë kjo e vërtet? Pa i bërë gjitha këto? Jo. Kjo është një emision edukativ informativ, prandaj ndoshta janë për juve pyetje është shumë thjeshtë, shumë banale, po janë të mirë për pyetje është shumë e mirë, po do ta përdorim me rëndësinë domethënë për të tumorët e veshkave. E tumorët e prostatës, e të veshkave, fatkeqësisht në stadiumet, në fillimet e para nuk kanë simptome të theksuar që ta detyrojnë pacientin të shkojë te mjeku. Por nuk kanë dhimbje. Dhe duke shkuar për ekzaminime të tjera, për probleme të tjera, për një ankesë tjetër, domethënë pacientët bëjnë eko dhe duke bërë eko shpesh herë, pra në vitet e fundit, domethënë shpesh herë i zbulojmë tumorët e veshkëve, akoma pa u avancuar, pa shkaktuar dhimbje, pa pasur hematuri. Kjo ishte ajo përparësia që thatë ju, domethënë e ehos, domethënë për tjetër gjë, po, ndoshta u shpreha keq. Internis specialist, domethënë, po, i përditshëm, po, kuptoj qartë, domethënë, po. Dhe duke bërë ekzaminime tjera, për shkaqe të tjera ka shku pacienti, ai vëren, domethënë, me eho që diçka nuk është në rregull me veshkën dhe fatmirësisht, domethënë, pa pasur ankesa nga veshka, pa pasur dhimbje, pa pas hematuri, pacientit i zbulohet, domethënë, që ka tumor në veshkë dhe e kapemi në një stadium më të hershëm ku pastaj edhe mënyra e mjekimit, po edhe jetëgjatësia është shumë e mirë. Po se tani kemi këtu 3 gjëra, tumor në prostat, në fshikësën urinare, pastaj edhe në veshkë. Gjitha këto janë të lidhura apo si? Jo. Na e sharoni? Nuk janë të lidhura. Ka një lidhshmëri, po nuk janë të lidhura. Më i përfaqësuar thamë është karcinomi i prostatës. Pastaj vjen tumorët e fshikësës urinare dhe më pak janë tumorët e veshkëve. Ta rumbullaksojmë çështjen e problemeve ose tumoret në prostatë që ti prekim një çik ato në veshke. Shkaktarët nuk i përmendëm, thatë që është ata që kanë familje, domethënë ti kanë me kancer në prostatë, me tumor në prostatë, duhet t'i ekzaminohen. Po, ata duhet, domethënë, ka një... Nuk i përmendëm se nuk një shkaktar të saktë, domethënë, akoma nuk është i zbuluar. Kanë disa faktorë cilët janë vëretur që personat cilët u ekspozohen më shumë të atyre faktorëve kanë ka është një përfaqësim më i lartë i karcinomit të prostatës, fjala vjen te doagjinët, te ata që punojnë në industrinë të naftës, petrolumit, të kemikaleve, po. Dhe tham ata që kanë anamnezë familjare, domethënë, po kush ka fjala vjen baben, migjen, vllaun, ata do të kenë pak kujdes më shumti dhe duhet të kushtohet edhe mjeku kujdes më shumti para në kuptimin që të bëjë ekzamime të rregullta. Deri në cilën fazë mund urologët të trajtojë me medikamente, në cilën më veç në aspekt kirurgjikal dhe çka pastaj? Po, deri në një avancim dhe një stad të caktuar, bëhet ndërhyrja kirurgjike dhe që është një metoda numër 1 në kuptimin e heqjes tumorit dhe edhe të terapisë, edhe me këtë edhe të jetëgjatësisë të pacientit. Fatmirësisht, në sot, edhe të ne, me avancimin e metodave diagnostifikuese, si tham, po edhe të pajisjes së institucioneve me aparatur, gjithnjë dhe më tepër, zbulimi i karcinomit të prostatës bëhet më herët, kështu që edhe trajtimi është kryesisht pra kirurgjik, i cili mund të jetë me kirurgji të hapur, po gjithnjë dhe më tepër në mënyrë më pak invazive laparaskopike. Mendoj që kryesisht mbi 70%
mos kam një për fjale, po në bazë të punës dhe vëllimit, domethënë që bëhet në klinikë, domethënë mbi 70-80% domethënë e karcinove të prostatës trajtohen me kirurgji për të na, domethënë se një numër pak më i vogël që në vinë në kohë, me vonesë dhe kur mosëmundja është më e avancuar, atëherë bëjmë kombinimin domethënë të trajtimit. Janë disa metoda tjera, ka është rezatimi, pastaj është terapia hormonale, kombinimi terapi hormonale me hemoterapi dhe kështu me radhë. Kemi ne këto trajtime apo onkologjia? I kemi të thënë sinqerisht, doktor? Po, i kemi, po. Se në vendet evropiane ka edhe trajtim, domethënë, biologjik? I kemi, jo, në trajtimin e karcinomit të prostatës nuk ka në këtë drejtime, por trajtimi me radioterapi, me hormone dhe me hemoterapi është i suksesshëm dhe i suksesshëm në kuptimin edhe ma merr mendja përgjigjen se çfarë do thoni, po megjithatë po ju pyes, çka me ca ilaçe alternative, shumë kush shet shumë shirupe, shumë ilaçe, shumë çajra për parandalim, për trajtim të kancerit në prostatë. Cili është komenti juaj këtë rritim? Jetojmë në kohën e portaleve, ku çdo kush në çdo lëmi... Se kur ka hall njeriu, provon gjithçka. Po, s'ka populli ai që mbytet kapet edhe për kashta. Por unë personalisht, po edhe si profesionist, nuk preferoj, po edhe jam kundër atyre trajtimeve të cilat jo që nuk e mjekojnë, po na marrin kohë nga për mjekimin, për trajtimin e pacientit, për atë kohë që upën atje, ta shfrytëzojmë në përshërim në institucionet shëndetësore, ashtu si bën e mbar bota, do të kursenim, do të zgjatnim disa muaj, disa vite jetë pacientit, nëse nuk shkon atje, po vjen me kohë të trajtohet aty si trajtohen gjithë. A keni statistika, doktor, nga ndonjë pacient apo thënë si klinikë, sa kohë duhet të preket një pacient ose të fillon, domethënë fillimet e paraqitjes së tumorit në prostat, që të vihet deri në fazën kur më veç edhe kirurgët nuk mund të bëjnë gjë. Sa vjet, sa kohë, sa muaj? Si shkon kjo? Nuk ka rregull. Nuk ka rregull? Nuk ka rregull, domethënë se varet nga shumë faktorë. Varet në çfarë moshë është pacienti në atë parë. Se ndonjëherë kemi ndoshta situata kur është më agresiv tumori apo jo? Po. A desha të varet nga shumë faktorë, pra. Varet në atë parë nga lloji i tumorit. I ndajmë ato neve në stadiumet të ndryshme, në gradus shkallë të tumorit. Çfarë do thotë kjo? Në kuadër në ekzaminimin histopatologjik që bëhet, në kuadër të indit që është i përfaqësuar me tumor, ka përfaqësim të ndryshëm të qelizave tumorale, kancerogjene. Ka tumore të cilët janë me një laramani, të qelizave malinje, të cilët janë shumë agresiv. Dhe ka tumor të cilët janë me qeliza malinje, po me një strukturë arkitekturë të caktuar të rregullt, e cila është më pak agresive në krahasim me këtë tjetër, pra bëhet klasifikimi tyre sa përqind janë në kuadër të indit kancerogjen, sa përqind janë këta me rregullshmëri, qelizat me rregullshmëri, domethënë të arkitekturale dhe qelizat me të parregullta. Varësisht nga përfaqësimi i këtyre, domethënë varet edhe agresiviteti i tumorit, pastaj klasifikimi, varësmëri tjetër është edhe stadiumi në cilin kohë është zbuluar, pra.
kanceri prostatës, varet nga gjendja e përgjithshme e organizmit, një organizëm me imunitet të kompromituar, ose me ndonjë smundje shtesë. Pra, me komorbiditet, me smundje të tjera, ai ka imunitetin e kompromituar dhe suni bëj ballë, kështu që këta yje avancon më lehtë, nuk ka ndonjë rregull, se kur fillon dhe sa zgjat, kur arrin në këtë stadium. Por fundojmë që PSA-ja kryen punë shumë, plus trajtimi i hershëm. I hershëm shpëton apo jetën pacienti. PSA-ja na orienton, kryejmë pastaj biopsinë të prostatës, e dokumentojmë e verifikojmë, domethënë, në mënyrë histopatologjike që është kanceri prostatës dhe pastaj menjëherë. Shkojmë tani tek kanceri veshkeve, tumoret në veshke, si qëndron puna, kemi raste shumë? Po, këto në krahasim pasi thash edhe më trajtohen tek ne, si trajtohen? Po. Ju më duket tani e pam edhe në rrjetet sociale se kishit nxjerrë, domethënë, kogja një, si të shprehen tumor në veshke. Unë them drejtën, u trishtova kur e pash, po ja që punë e keni atë dhe falë Zotit që ju kemi, por më duket që operacioni kry me sukses, apo jo? Pa mund të na flitni pak për këtë, çka ju mendoni se minutat ikin shpejt, doktor, por megjithatë ne derisa nuk na ndërprin regjia do vazhdojmë të flasim për shkaqet e paraqitjes tumoreve në veshke, kush krejt prekët, cilën mosh, si diagnostikohet e kështu me radhë. Pa, ka pak më lartë, thamë që tumoret e veshkëve janë për nga radhitja tumorët e tretë për nga përfaqësimi, domethënë, i tumorëve në traktin urinar, numër 1 thamë është prostata, pastaj tumorët e fshikjes së urinës dhe numër 3 janë pra tumorët e veshkës. Tani për tumorët në veshke mund të përgjithësi edhe për femrat edhe për meshkujt, apo jo, se e kalum pjesën e emisionit që ja dedikuar problemeve të meshkujve. Domethënë, 2/3 e tumorëve janë nga meshkujt, kurse vetëm 1/3 janë femra në tumorët e veshkë. A janë shpeshta si diagnozë, si problem? Po jo, janë të rralla, janë të gjithë tumorët në organizmin e njeriu, tumorët e traktit urinar janë vetëm 3%. Këto, siç thash, janë më të rralla nga tumorët të tjerë, por fatkeqësisht nëse diagnostifikojmë një tumor në veshkë, domethënë zakonisht 90-95% janë tumore maligne ato. Kurse vetëm 5% janë benigne, ato mund të jenë angiomiolipom i lindur. Sigurisht që kemi trajtuar edhe më herët, dëgjuesi do ta dinë. Ne kemi trajtuar, po ju jeni këtu pra për na kuptuar se këtu asnjëherë këto tema nuk janë tumore benigne, pastaj mund të jetë në një kist dhe onkocitomi themi në një. Po janë mirë, po janë shumë pak të tillë, zakonisht janë tumore maligne, të cilat e quajmë hipernefrom ose adenokarcinoma e veshkës ose tumori gravic. Japin simptome këto, doktor? Po japin simptome. Sepse ne kemi dëgjuar shpesh gurë në veshke, rrër në veshke, edhe më duket se vetëm për atë flasim, më rrallë herë flasim për tumoret në veshke, derisa fatkeqësisht nuk preket dikush, që e njeh apo ai që është prek. Më para 30 vjeç kur studionim, ne ishte karakteristike triada e simptomit për tumorët e veshkës, pra dhimbje, gjakderdhje në urinë dhe fryrje, mastumoroze në trup, që para të kohë dhe para ka qenë, më thonë, tipike në qoftë se kanë qenë këto 3 elemente, ka qenë që është tumori i veshkës, por fatkeqësisht atë ka qenë një fazë avancuar për ashtu, sot nuk e hasim këtë, ose shumë rrallë. E sot si e diagnostikoni, kur e diagnostikoni? E cekëm pak më përpara, nuk presim, domethënë, metodat e reekzaminimet që bëjmë me ekosend, nuk presim të vijë pacienti me një deformim, ose me dhimbje. Dhe zakonisht ka këto dhimbje kur zmadhohet. Atëherë fillon bën presion në organet tjera për rreth, bën ato zgjatjen e
e nervave gjatë lëvizjeve ndjem si dhimbje. Po mirë, edhe goret në veshke ka këto i dhimbje, atëherë si mund t'i dallojmë? E po ja, pra i dallojmë në këtë mënyrë. Ta thënë këtë dhe pastaj, po. Sot nuk e hasim pra këtë triad për shkak se me anë të ehos, duke bërë ekzamime të tjera, i zbulojmë me kohë. Dhe elementet, domethënë gjatë urinimit me gjak, domethënë me njëherë alarmohen dhe bëjmë ekzaminimet ehografike, kështu që i zbulojmë në kohë. Nuk kemi has, po unë personalisht pra nuk kam has në një pacient ta zbuloj, domethënë me të tre këto simptomet, ose shenja. Po zakonisht ka bërë ekzamime të tjera dhe është zbuluar tumor. A na tregoni pak rastin e fundit që kishit, besoj që edhe regjia e ka kaluar, domethënë videon e kanë parë shikuesit. Nuk di tash, mund të na sharoni çfarë rasti ishte ajo? Po kishte pak një tumor pak më i avancuar, më i avancuar, po. Dhe ishte në një pozicion të tillë, domethënë ku duhej patjetër të bëhet heqja e komplet edhe veshkës, edhe gjendës mbiveshkore, e masës yndyrore për rreth, domethënë njëve limfatike, edhe e kanalit urinës, gjithsesi ureterit deri atje. Por nuk ishte me të tre këtë triada si thash unë. Kaloi operacioni me sukses? Po, kaloi me sukses, mirë është pacienti. Ishte në kontroll para 2 javësh, mirë është, po. Ka ndruar, më thonë, edhe pamjen klinike, mirë është. Dhe e mira e këtyre ndërhyrjeve pa kur zbulohen para kohë, nuk flas tani konkretisht për rastin, po për tumorët e veshkës, pa kur zbulojmë pa dhënë këto simptomet, hematuri ose dhimbjet, e mira është që pastaj me këtë mbaron dhe mjekimi, nuk ka nevojë për terapi tjetër shtesë, adjuvante. Për këtu mbaron dhe mjekimi dhe jetëgjatësia është sidomos kur i zbulojmë, domethënë kur janë akoma në indin e veshkës, pra intrarenal themi ne, domethënë kur i zbulojmë në këtë kohë, jetëgjatësia mbi 5 vjetë është mbi 95%. Kur është tumori është një fazë më të avancuar nga kjo, por akoma është në veshkë, domethënë i inkapsuluar, domethënë nuk ka kalu jashtë veshkën, domethënë. Edhe në këto raste, domethënë jetëgjatësia mbi 5 vjetë është mbi 85%. Gjinia thamë, dy herë më shumë janë të prej 50 karakteristika është mosha 57 vjeçare. Edhe këtu nuk dihen shkaktarët apo si? Edhe këtu nuk dihen domethënë shkaktarët, përmenden si thash edhe më përpara puna në kushte të caktuara. Edhe gjenetika apo jo? Edhe gjenetika pakës ka gjenetika të bëjë, po edhe kushte si thash. A ka raste, doktor, kur ju si kirurg nuk ka nevojë të intervenoni nëse është kap me kohë, me ilaçe, me tableta, me terapi? Jo, nuk ka trajtim të tumorëve me ilaçe dhe në momentin kur zbulohet, ai përcillet, verifikohet, kërkoj ndjesë, po kollite, po ja, ko alergjive, ko e virozave. Ka problem. Verifikohet që është tumor dhe ai hiqet. Po, e mira kësaj është, nëse zbulohet pra në kohë me një madhësi më të vogël se 4 cm dhe nëse është në pjesën e përshtatshme bëhet vetëm heqja parciale, e pjesshme e veshkës dhe kursehet pra veshka. Kjo bëhet ose me kirurgji të hapur ose me ndërhyrje laparoskopike. Dhe këtu mbaron mjekimi. Jo si kirurg, ekip, jo vetëm jo personalisht si specialist urolog, ne kemi edhe shumë specialist urolog, tjerë kolegë të juaj apo jo. A mendoni se gjitha llojet e tumoreve në prostat, në veshke, mund t'i trajtoni në klinikën tonë universitare të smundjeve të urologjisë, se pashpunim të thoja me nefrolog? Apo jo? Jo. Ose na e sharoni deri ku shkon kjo? Jo, nefrologët nuk na hyjnë në punë, më thonë këtu. Se ne kur të dëgjojmë nefrolog e dim që diagnostikojmë problemet me veshke. Jo rastisht po përmendni këtë, po. Po, në kuptimin funksional të veshkës. Nefrologët merren me pjesën funksionale të veshkës. Me dializë, me kontrollim, me trajtim. Me funksionin, pra, me eliminimin e produkteve, më thonë, toksike, cilët eliminohen në veshkës, këtë aparat e studiojnë dhe e mjekojnë, e trajtojnë nefrologët. Kurse nga momenti kur krijohet urina dhe rrjedh nëpër kanale,
pastaj është pjesa e urologëve. Andon ndonjëherë në kombinim që t'jeni? Po, absolutisht. Është një sikur dy banusit me një shtëpi, dhe ndodh njërë takohen në korridor. Doktor, kemi raste kur tumori kap një veshkë, e heq një veshkë, edhe pastaj funksionon tjetra, edhe jeton njeriu shumë normal, mund të them? Po, jeton normal. Jetë cilësore? Po, normalisht. Bile ka, domethënë, për DNI, domethënë, edhe të shikuesve, një person lind me një veshkë, në çdo 5 lindje, një person është me një veshkë. Për kur e kuptojnë? Me një vendbanim fjala vjen me 1000 banor, 2 persona janë me një veshkë. Ata mund mos e dinë, mund të jetojnë tani jetën me një veshkë dhe nuk e kanë ditë që janë me një veshkë, ose po aksidentalisht e zbulojnë duke bërë ekzaminime sidomos në kohën e sotme, dhe shohin që, më thonë, një veshkë mungon, pa e ditur, pa pasur simptome. Kështu që s'është problemi fare, më thonë, nëse e heqin veshkën kur ka tumor, është e mirë mos me pas dhe ti kishte të dyja se nuk është tepër asnjëra, por më thonë Zoti ashtu e ka kriju natyra, pra ashtu e ka kriju që ti kemi dy se më mirë si puna 2 syve, dy veshëve. Jetojnë njerëzit domethënë shumë mirë e kryejnë punë në përditshmëri edhe me një sy, po mirë është me pas të dyja. Cilat raste i dërgoni jashtë kur smundeni si ekip? Pa keq kuptime tani që ndodh që edhe te ne mos smunden ca raste të trajtohen se nuk ndodhet që të çojmë jashtë për këto të smundje të cilat i përmendet ju ato. I kryjm të gjitha në klinikë. Ka ekip, ka kolegë, domethënë, cilët ka një përvojë të jashtëzakonshme në këtë dhe janë të hatashëm domethënë në kuptimin e trajtimit. Atëra ka mënyrë të cilën do e kishit sqaruar për atë se si ti parandalojmë domethënë këto tumore në veshka, përderisa treguat për prostat, ne domethënë gjinia femërore dim parandalimin e kancerit në qafën e mitrës, kemi kujdes nga APV-ja e kështu me radhë, sepse ajo e shkakton apo jo. Kanceri në gjë, nëse e bëjmë një mamografi me kohë, ju thatë prap ultrazëri apo jo, rastësisht po, ndonjëherë nuk shkojmë mjek sepse nuk kemi simptom. Nga ana tjetër thonë që tumori nuk jep simptomet. Pas një faze, mos them dytën se nuk jam mjeke, mund të ketë ndonjë simptom që të detyron të shkon ta bësh një ultrazë. Qëndrimet bashkëkohore të shëndetësisë, domethënë, janë pikërisht parandalimi, përderisa më përpara disa dekadave, domethënë rëndësia e mjekëve ishte dhe fliteshin gjithmonë për mjekimin, mënyrën e trajtimit, ilaçet, domethënë rëndësia e mjekut, kurse tani, domethënë, vitet e fundit përqendrimi është në parandalim. Dhe zbulimi, domethënë, i hershëm. Parandalimi kupton në kuptimin e përmbajtjes të ushqimshmërisë së rregullt të shëndetshme, mos ekspozimi në ambient, gjithsesi mos konsumimi i duanit, alkoolit, këto si faktorë që favorizojnë paraqitjen e këtyre smundjeve. Me që si kemi edhe raste që nuk konsumojnë as duhan, as alkohol edhe absolutisht, absolutisht që ka. Jo që jam për këto vese, po du të them që kemi edhe raste të atida, se shpesher është një farë arsye, e besoj që e keni dëgju, edhe ju, ndonjë pacient kur ka thënë, ja, ta sharëm, domethënë, këtë shpesh edhe në përditshmëri, domethënë, kur thuhet domethënë që ndalet duani ose të largohet alkooli, nuk mendohet që vetëm ata shkaktojnë. Dhe me njerë përmendin një, domethënë, bashkëbiseduesi, po ja, ky filani s'kishte edhe ka. Jo, rastisht se kam qëlluar, domethënë, me qëtë ekipin në fizit, kur kam dëgjuar pacient, kur i kanë thënë, ja, ky, domethënë, është i smur nga kjo diagnoz, po nuk ke duhan, as për pin alkohol. Vetëm me 2 fjalë që të mund të atërë. Është e saktë që edhe ata që kanë pidon, kanë edhe ata që s'kan pidon, s'kan, kemi pacientë por këta janë më të rrezikuar. Fjala vjen nga 1000 raste, domethënë, nga 1000 të smur, që pin duanin, fjala vjen
mund të kenë 100 veta ose 10 veta me kancer. Kurse nga 1000 këto tjerë që s'pinë janë 5 veta ose 50. Në atë kuptim është, domethënë, favorizues si faktor pra na dëgjojnë edhe ata që pinë edhe ata që nuk pinë. Ka edhe këta që s'e pinë. Por këta përvacimi tek këta është më i vogël se sa tek këta që pinë. Në këtë kuptim, domethënë duke eliminuar, duke u shmangur ato, e zvoglojmë mundësinë për të paraqitur. Jo që nuk do paraqitet. Kjo është ideja e parandalimit. Atëherë, doktor. Dhe zbulimin kohë. Ishte një bisedë spontane, do me thënë, u munduam që të prekim gjërat më kryesore dhe për ato që menduam se vlen, do me thënë, t'i përmendni në emisionin Provita. Tash minutat e fundit do ju lej juve ta rumbullaksoni këtë temë si një kirurg urolog specialist i kësaj fushë për gjithçka çka ju mendoni se duhet na këshilloni neve si pacient potencial, si qytetar, si ndonjë i afërm i dikujt që është i prekur me kancer, sepse fatkeqësisht ende ne vetëm mund të supozojmë për faktorët, për shkaqet, por jam besim që ende nuk dihen, ilaç nuk po ka, por megjithatë në një mënyrë ajo nëse kapet me kohë, po trajtohet. Si do i kishit trumbullaksuar këtë emision sonte? Po, nga këndvështrimi juaj. Si mjek, si profesionalist, pra e para që të ishte mënyra të jetuarit të shëndetshëm. Siç thash, pra mënyra e ushqimit, pra ndodhemi jetojmë një kohën bashkëkohore kur jemi të ekspozuar në mënyra të ndryshme në vlefshmëri të ushqimeve, të cilët fatkeqësisht janë të shijshëm në sasi të bosme, standardet janë tilla, të cilat na ngarkojnë pastaj me ushqim, me sasi të tepërt të ushqimeve. Jetojmë, pra, si thash, edhe në kohë ku edhe ajri ndotur, edhe shumë shka stresi, jeta dinamike, shumë të lashe. Po, këto janë premisa, janë këshilla të përgjithshme, por në kushtet tona, në ambientin tonë, në vendet tonë ku jetojmë. Po, na këtu jetojmë, kështu duhet të mundohemi që të kushtojmë rëndësi, është kjo tjetra, pra egzaminimet. Kontrollat me kohë. Kohë të rregullta, s'pakti minimum deri në moshën 40 vjeçare, pra një herë në vjet. Një pasyr gjakut, një PSA, një eho, ultrazë. Po, cilat janë, gjitha këta janë metoda që nuk dhomin, domethënë kur i bëjmë, po janë shumë domethënëse, mund të japin shumë dhëna për gjendjen tonë shëndetësore. Ndonjëherë, domethënë mund të jenë jetike, pra ne zbulojmë në kohë dhe me ato mbaroj pastaj edhe mjekimi. Këto gjëra po t'i bëjmë. Pastaj ka dalë me kohën do vim edhe si domethënë shumë vende tjera që janë me një edukatë edhe më të lartë dhe do vim edhe ke mënyra e shëndetshme të jetuarit, e të ushqyerit dhe kështu me radhë. Doktor, në një të ardhme të shpejt besoj ashtu si që mi marrë vesh dikur, të flasim edhe për rëndësinë e transplantimit të organeve. Është një dukuri që tek ne nuk është mje, do me thënë, e trajtuar atë sa duhet, si kur ngurojmë, dhurojmë, donojmë organet, në cilat raste kështu si është puna me ligjin, por besoj se tani jemi krejt në fund të emisionit, nuk do ngeli borxh për këtë temë, as juve, as mjekëve tjerë, dhe besoj se në një të ardhme do flasmi për temën e dhurimit Shumë e rëndësishme. Shumë e rëndësishme, sepse tani kemi raste, kur po janë të suksesshme dhe ne kemi arrit domethënë në një nivel, po problemi është që nuk kemi domethënë persona që nënshkruajnë që kur janë në një gjendje vdekje klinike ti e dhurojmë. Do e bëjmë edhe këtë emision në një të ardhme. Është e rëndësishme shumë, pra vetëm ta cekim në Maqedoni. Maqedonia është, mos më them, por është ndër vendet që prinë në këtë drejtim në transplantimin e veshkëve, por për dallim fjala vjen Kroacia është para, pastaj vjen në Maqedonia, për nga numri banorëve flas, domethënë jo për ka numri i intervenimeve. Flasim për rajon këtu tani. Por për dallim nga Kroacia ku pjesa dërmuese e transplantimit të veshkëve bëhet nga kadaver, pra nga dhuruesit janë në gjendje të vdekje klinike, kurse TTNA bëhet nga dhuruesit, domethënë
e gjallë për nga familjarin, vëllau, motra, nona. Për shembull njëri ka veshkën e Turan, por jo me kavader pak është. Kështu që nga ana tjetër nevojat për transplantim janë të mëdhaja dhe duhet bërë një ngritje të vetdijes, një sensibilizim me gjitha ata. Me ngrit vetdijen, me bë publike çfarë rëndësie ka ajo, me dhënë shembuj konkret, edhe nga aspekti fetar, më thonë, nuk kam përshtypjen që ne... Po, definitivisht, se zakonisht Provita ka bërë këtë tema edhe me teolog, por shumë thash në një tavë shpejt do e trajtojmë këtë temë, bashkë edhe me teolog, pse jo. Ishte kënaqësi, doktor, faleminderit që ndatë kohë, unë besoj se do bashkëpunojmë sërish kur do kemi nevojë për ju. Faleminderit edhe nga në ju, edhe unë për mua ishte kënaqësi që isha sonte. Ishte kënaqësi. Ndërkohë normal që falëndrimet shkojnë edhe në adresë të juaj shikues të nderuar që ishit me ne. Por këtu nuk do harroj të gjithë kolegëve të mi që janë këtu në studio, po janë edhe atje lart në regji, kanë festën e tyre të Pashkëve, tu uroj festën me parasi gjithashtu ratën më të mirë, shëndet e pastaj të tjerat të vinë vet. Pra shikues të nderuar, kaq për sonte, shifemi të në ardhshme.